Gjykata e Tiranës ka vendosur masën arrest me burg për 22 nga 24 të arrestuarit në kuadër të operacionit të koduar Bloku 33 që zbuloi disa rrjete kriminale që shpërndanin lëndë narkotike në ambientet e natës në zonat e zhbllokut. Ndër të pandehurit që do të hetohen në gjendje të lirë është Joana Rustemi, e vetmja femër në grup për cilën u caktua masa i detyrim paraqitje. Gjykata vendosi gjithashtu arrest në shtëpi për Albert Shushkun për shkak se është kujdestari një fëmijë me aftësi të kufizuara. Në listën e personave që do të vijojnë qëndrimin në burg janë Vëllezëri Durim dhe Artur Gurzi, të cilët dyshohen se kishin rolin drejtues në rrjetin e shpërndarjes së drogave të forta. Së bashku me ta, masa e sigurisë më rënd është vendosur dhe për emra të tjerë si Arnold dhe Adnan Hida, Elvis Seido, Julian Bushati, Sabian Njashari, Mario Avdinaj, Geraldo Kovaci, Emra Mustafaj, Vladimir Qerimi, Mysafer Xhanari, Albi Shehu, Ledio Dervishi, Julian Rabushja, Elisar të Rustaj, Kledi Sinani, Bledar Duka, Kevin Troplini, Samuel Demiri, Ardit Dervishi dhe Ledian Kazançi. Një tjetër i ndaluar, Faj Kurti, ishte lënë në masën arrest shtëpie. Operacioni Bloku 33 është rezultati një hetimi disa mujor i Prokurisë së Tiranës dhe Policisë së Shtetit që përdorën agentë të infiltruar për të dokumentuar blerjen e drogës në mënyrë të drejtë për drejtë. Rrjeti kriminal vepronte në mënyrë të organizuar duke shpërndar doza kokain, heroin dhe kanabisi në mjediset të naftës dhe vende luksoze të zonës elitare në kryeqytet. Nga operacioni u sekuestruan 196 kg kokain, 450 gram heroin, 85 kg lëndë kanabis, 2 armë zjarri, 29 aparate celulare, 6 automjete, 4 peshore precize dhe mijëra euro dhe lek kesh që dyshohet se janë përfshirë nga shitja e lëndëve narkotike. Policia konfirmoi se 42 persona janë identifikuar si pjesë e këtij rrjeti kriminal, ndërsa për 33 prej tyre janë dhënë masat e sigurisë. 25 janë arrestuar, ndërsa 8 janë ende në kërkim. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal si dhe për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të grupit.